Këta që mendojnë që Edi Rama nuk ka një bazë politiko-ekonomike, por është si zoti mbi tokë, i vetë mjaftueshëm, i vetë krijuar dhe i përjetshëm, nuk marrin vesh fare nga politika. Nuk kanë lexuar, më beso të them, një libër të hajrit politik. Ata që marrin vesh nga politika e kuptojnë që asnjë udhëheqës politik nuk ulet mbi asgjën ajër. Ka një themel politik. Madje edhe drejtues politik në dukje shumë më të pavarur se Edi Rama dhe shumë më të fuqishëm, madje edhe me pasoja katastrofike për shoqëritë e tyre dhe për botën. Prap, kanë pas një bazë politike dhe në fund fare kanë rënë kur e kanë humbur këtë bazë politike ose për shkaqe madhore si luftrat e gjëra të tilla. Po të marr dy shembuj. Adolf Hitleri, në vitin 1944, Adolf Hitleri i bën një atentat. Kush e organizon atentatin? Elita ushtarako ekonomike gjermane, që kur e kupton që Adolf Hitleri ka humbur luftën. Pra, Adolf Hitleri nuk kishte më i dobishëm për ta për ekspansioni e shtetit gjerman dhe për mundësitë ekonomike të zgjeruar shtetit gjerman, duan ta heqin qafe për të bërë një pakt me aleatët perëndimor. Sigurisht dështojnë, pushkatohen një pjesë prej tyre, edhe Hitleri përmbyset pastaj nga lufta e dytë botërore, nga ushtrit aleate që mposhtin ushtrit gjermane edhe fitojnë Gjermaninë. E dyta, Stalini. A është Stalini gjithë pushtetshëm? Po, në shumë aspekte është. Po, mos harro diçka. Stalini është produkt i një shtrese tre shoqërore që merr fuqi mbas revolucionit rus, që është burokracia. Burokracia administrative dhe politike. Kjo është arsye pse Stalini e fiton betejën me heroin e revolucionit, Trotskin. Pra si ka mundësi që 10 vite mbas revolucionit, Trotski e humb betejën politike me Stalinin. Sepse Stalini ishte bërë përfaqësues i kësaj burokracie që kishte kapur shtetin sovjetik. Dhe që pavarësisht se ai pjesëve të caktuara të burokracisë u hap luftë, edhe i pushkaton për t'i rigjeneruar, nuk arrin deri në fund ta zotroj tërësisht burokracinë. Madje ka vepra historiografike që thonë nga fundi i jetës tij, burokracia ndjen shqetësim se mos Stalini fillon një spastrim të ri dhe përpiqet të lëviz dhe të ruaj pozitat e veta. Tani, kur flasim për këto figura o gurzeza të njerëzimit, që prap duke sikur kanë pushtet absolut, por pushteti duhet ta ndërmjetësojnë me shtresa shoqërore ose me elitën burokratike. Kur vjen puna te Edi Rama në këtë vendin nga më të varfërt e Evropës, edhe më të vegjëlt në Evropë, këta persona që gjithçka që kanë lexuar në jetën e tyre janë shkrimet e njëri tjetrit, asgjë tjetër, këta tani ngrenë teorinë e një gjeniu të skeqës, që është Edi Rama, që nuk ka asnjë shtresë politiko, shoqërore, ekonomike, e cila e ngre, e cila e mban dhe pa të cilën ai hyn krizë dhe pastaj bie. Imagjinoni një moment kur Edi Ramës t'i kundërvihen të gjitha organizatat kriminale dhe të gjithë oligarkët. A mendon që do e kishte pushtetin? A mendon që do e ruante partinë? A do t'i çajë partia? A do t'i ikni një pjesë e deputetëve? A do të fuqizoheshin parti të tjera